Dhe përmend këtu Sheh Fozani hafidhahullah fjalën e Imam Malikut rahimahullah se prej secilit mirret fjala dhe refuzohet, për vetëm se prej poseduesi i këtij dvarit. Dhe ka treguar me gishin treguesi Imam Maliku rahimahullah se ka qenë në xhamin e pejgamberit alayhis salatu wasallam kur e ka mbajt këtë fjalim, ka treguar drejt varrit të pejgamberit alayhis salatu wasallam. Pse? Sepse pejgambert janë të mbrojtur prej gabimeve. Kush i ka mbrojtur? Allahu Teala. Dietarët mundet me gabu. Sa e sa mundet me arrit ai gratë të madhe, ai prap mundet me gabu, prap mundet me rrëshqit. Por Sheikh Zeid rahimullah thot, për dietarët e sunnetit, imamlarët e sunnetit, i justifikojmë. Sepse, ndoshta nuk u ka arritur e vërteta, argumenti, shpjegimi e kështu me radhë. Do thonë, i justifikojmë ata. Kurse për bidatçit, këta justifikime nuk vlejnë. Sepse ata kanë që në origjinë, që në bazë, domethënë, ta kundërshtojnë rrugën e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Kurse këto dietarët e sunnetit, edhe nëse u ka ndodhur ndonjë rrëshqitje, nuk ka qenë qëllimi i tyre me e kundërshtuar vërtetën. Nuk ka qenë qëllimi i tyre. Dhe su ka mri atyve domethënë e vërteta dhe shpjegimi rreth atyre çështjeve. Prandaj domethënë, si e ka përpilluar Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah një libër ku e ka titulluar domethënë largimi i qortimit ndaj dietarëve largimi i qortimit të dietarëve të sunnetit. Dhe këtu ka sjellë Ibn Taymija rahimahullah 10 shkaqe ose 10 sebepe që mundën një dietar me kundërshtu argumentin. Shkaku pse? Ndoshta si ka mri hadithi, ndoshta i ka mri hadithi, po hadithi ka qenë i dobët atij sinxhirin që ka pas, ose ka pas hadithe që ka menduar se janë më të forta se ai hadithe kështu me radhë. Prandaj domethënë për dietarët e sunnetit kemi mendim të mirë dhe justifikojmë. Por në gabim nuk i ndjekim. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë. Jo ti e justifikon edhe ai ta pasoj në gabimin që ka. Asesi. E justifikojmë për gabimin, po themi gabimi është gabim. Gabimi është gabim.